Në hapësirat e Cowork 21 në Shkup u mbajt Forumi Studentor 2026, forum që mbledh student, aktivistë dhe përfaqësues nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të diskutuar mbi të drejtat studentore, aktivizimin qytetar dhe sfidat e gjeneratës së re. Në sesionet kryesore u diskutua për dinjitetin në arsim, pjesëmarrjen qytetare, rolin e universiteteve dhe sfidat me të cilat përballen studentët në rajon. Piknisja e gjithë shkaje është dinjiteti për ne, dinjiteti studentor sepse vetë kushtet në konvikte studentore reflektojnë se si shteti tenton të avjedh dinjiteti studentëve, vetë fakti që kemi arsim njësisor ka të bëjë edhe me vjedhjen e dinjitetit tek studentët, por edhe tek profesorët, po njëjtën kohë edhe mënyra se si shteti dhe shtetet në Ballkanin Perëndimor po i trajtojnë të rinj dhe studentët, ka të bëjë me një farë lloj tentimi për vjedhje të dinjitetit tonë. Andaj, jo rastisht si temë kryesore të diskutimeve kemi kthimin e dinjitetit, sepse në momentin që po kërkojmë të kthehet dinjiteti, fillojnë edhe kërkesat për arsim mësisor, për kushte bazike në konvikte studentore, për standard shumë më të mirë për të jetuar në si trik, kështu që mendoj se kthimi i dinjitetit është pika bazë e çdo gjëje për të kërkuar edhe për ta parashtruar si një lloj kërkese. Mesazhi kryesor i forumit ishte se të rinjët nuk duhet të presin ndryshim nga të tjerët, por të marrin përgjegjësi për ta krijuar vetë atë. Shembullin më të mirë e kemi momentarisht në Serbi, që po na mësojnë një farë rezistencë jashtëzakonshme që po i bëhet atje pushtetit autokrat të Vučićit. Dhe në momentin që ju kërkoni si student diçka dhe institucionet nuk të përfillin, mendoj që aty është momenti kur ju duhet të jeni ende më të zëshëm edhe më kërkues ndaj kërkesave që i parashtrojmë si student, sepse janë kërkesa bazike. Nuk po kërkojmë kur gjë jashtë normalis, asgjë që mund të jetë shumë e madhe për ta plotësuar, por janë çështje të thjeshta bazike që kanë të bëjnë, siç është edhe me dinjitetin e një qytetari në vend. Pjesa e fundit e forumit ishte edhe diskutimi për ndikimin e inteligjencës artificiale në arsim, mënyrën se si media mund t'i bëjmë më të dëgjueshme historitë të rinjve si dhe efektet e varësisë digjitale. Në fund të aktivitetit u miratua edhe një rezolutë studentore me mesazhe dhe rekomandime për përmirësimin e pozitës së studentëve dhe të rinjve në pjesëmarrjen e tyre në proceset shoqërore.